Banorët e Debreshit kanë ngritur zërin kundër mungesës së vazhdueshme të ujit të pishëm, duke organizuar protestë dhe duke kërkuar agim urgjent nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, problemi me furnizimin me ujë ka kaluar çdo kufi durimi dhe po vështirëson seriozisht jetën e përditshme të familjeve. Në deklaratën e shpërndarë gjatë protestës, banorët shprehen se neglizhenca e institucioneve ndaj këtij problemi jetik ka shkaktuar revoltë dhe shqetësim të madh, ndërsa me ardhen e mëgatës situata pritet të rëndohet edhe më shumë. Sot jemi mbledhur këtu sepse na ka thirrë nevoja. Na ka thirrë gjëja elementare për jetë, ujë. Për shkak të mungesës së vazhdueshme të ujit dhe neglizhencës së institucioneve përgjegjëse ndaj këtij problemi etik, kërkojmë zgjidhje të menjëhershme dhe konkrete. Situata e rëndë me furnizimin me ujë ka kaluar çdo kufi të durimit. Mungesa e ujit po vështirëson jetën e përditshme të çdo familjeje dhe ka shtuar revoltë dhe shqetësimin e të gjithë banorëve. Dhe sidomos tani me ardhin e mëgatës, kjo situatë do të rëndohet edhe më shumë. Ne nuk kërkojmë premtime, por zgjidhje konkrete dhe të menjëhershme. Uji është e drejtë. Uji është e drejtë themelore dhe jo privilegj. Banorët e Debreshit meritojnë kushte dinjitoze jetese dhe furnizim me ujë të rregullt. Ftojmë të gjithë qytetarët, pa dallim, të marrin pjesë në protestë dhe të bashkojnë zërin e tyre për të kërkuar furnizim të rregullt dhe të pandërprer me ujë të pishëm, transparencë nga institucionet përgjegjëse, masa urgjente për zgjidhjen përfundimtare të problemit, përgjegjësi për neglizhencën që ka sjellë pasoja të rënda për banorët. Mjaft më me premtime. Debreshi kërkon ujë dhe jetë dinjitoze. Nuk kemi më durim. Duam zgjidhje tani. 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 Dhe këto që na shikojnë nga lart, le ta dinë se kjo protestë ishte vetëm fillimi i këtij problemi. Në të ardhmen nuk do jemi të qetë, do jemi agresiv, do jemi të revoltuar dhe ne do e sjellim ujin. Duam ujë, duam zgjidhje tani, duam zgjidhje tani. Protestuesit kërkuan furnizim të rregullt të pandërprer me ujë të pishëm, transparencë nga institucionet përgjegjëse, masa urgjente për zgjidhjen përfundimtare të problemit, përgjegjësi për neglizhencën që ka sjellë pasoja të rënda për banorët. Ata besojnë në drejtuesit e komunës së Festivalit të gjejnë zgjidhje. Njerëzit të cilët i kemi zgjedh, kemi menduar se janë të mençur dhe nuk dishojmë. Ata duan me mençurinë e tyre zgjidhje neve të na bojnë. Kur mundet në Arabi, krejt shkretin, ujti mos mungone, se ati është vullneti që dëshirat e popullit i plotsone. E çka të folim për këtë vend, kur jemi në rreth të bjeshkave të sharit, kur çdo një 5 metre ka burim të ujit, e ne të vuajmë në shekullin 21 për sendet bazore për ujtin, që është turp, është turp, është turp. Me sloganet mjaft më me premtime, nuk kemi më durim, duam zgjidhje tani. Banorët paralajmëruan se protestat do të vazhdojnë edhe në ditën e vijim, nëse komuna nuk ndërmerr hapa konkret për zgjidhjen e problemit. Ata theksuan se në rast të mungesës së reagimit serioz nga autoritetet, protestat e ardhshme do të jenë edhe më masive.